Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram, Tea Tarot, 125. Tani, do të bëjmë një pyetje për sa i përket fushës së dashurisë, energjisë së dashurisë. Jeni larg. A do ta ndjeni mungesën tuaj, pra a e ka ndjer, mungesën tuaj, këto ditë festash, personi juaj zemrës, pra e ka ndjer mungesën tuaj ky person? Ç'na thon tarot për këtë mungesë të personit tuaj të zemrës? Rrota e fatit. Rrota e fatit më tregon që personi juaj i zemrës është një person shumë pozitiv. Ka rrotën e fatit që e ndihmon dhe e mbron në rrugtimin e jetës së tij. Është një person shumë i drejtë, shumë i dashuruar dhe i respektuar, të dërgon mesazhe lumturie në qiell të pastër. Është të mendon çdo moment, është shumë i dashuruar me ty. E ka ndjer shumë mungesën tënde këto ditë festash, të ka thënë një mesazh përveç mesazheve të dashurisë dhe një mesazh shumë special. Sepse tek ty ky person shikon femrën e tij të jetës. Një femër të kompletuar në çdo aspekt, një mbretëresh në fronin e saj, që i fal këtij personi gjithmonë dashuri pa kushte. Dashuri pa asnjë interesi. Te ky person ndjen gjithmonë paqen, qetësinë, harmoninë. Ju të dy festoni të dy bashkë në të shtëpi paqësore dhe jeni shumë falënderues të minjos universit për këtë shtëpi, për këtë paqe ju ka sjell në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji dashuria? Me kë shenjë të horoskopit? Me dashin, me pristjatin, me peshoren, me peshqit, me vigjëreshën, me binjakët dhe me ujorin. Kurse nga gërmat e alfabetit, emër apo mbiemri tuaj mund të rezonojë, nga që është energji e përgjithshme, me gërmën F, Q, me gërmën V, me gërmën L, R, T, Zh, Z dhe B. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim